Në vendin tonë së fundmi, braktisja e zonave rurale ka bërë që shumë shkolla të mbyllen. Mbylljes nuk i ka shpëtuar as shkolla e fshatit Kovashit në njësinë administrative Shupens të Bashkisë Bulqis. Banori i Kovashicës, Qamil Toçi, tregon se numri i fëmijëve në fshat erdhi në rënje, duke bërë që para 2 vitesh shkolla të mbyllej përfundimisht. Ka 2 vjet është mbyll shkolla. Të shkatërrosh arsimin një kombi do thotë të heqish aty memorin që mos ketë të ardhme asnjëherë ai komb. Këto janë faktet që flasin vetë. Kjo është popullim, shkombëtarizim me një fjalë. Këtu nuk ka rrugë, njerëzit kanë ikë, kemi nga 2 veta për shtëpi, edhe nuk ka asnjë perspektivë me një fjalë, është vrarë shpresa. Në këtë fshat ka mbetur shumë pak banor, çka ka bërë që jo vetëm shkolla, por edhe objektet e kultit të mos përdoren. Edhe shtëpinë që keni këtu përballë, që shikoj me një fjalë, ka mbetur mbyllur për arsye se s'ka kush më shkon në xhami, s'ka kush të falet. Ne himi të lodhën këtë nga 2 për shpikimet. Ndërkohë, banorët e mbetur ende në këtë fshat nuk kanë mundësi për të siguruar shumë të ardhura, ndaj dhe shumë produkte të domosdoshme për të ushqyer i marrin me lizë nga dyqani i fshatit.